këtë edicion do të ndiqni. Në ditën e dytë të manifestimit gjithë popullor të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarë të shumë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Homazhe kanë bërë edhe përfaqësues të OVL të UÇK-s në Gjakov. Ata vlerësojnë se lirinë që sot e gëzon Kosova është meritë e sakrificës së familjes së të rëndëve. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Ramli Dikaj ka thënë se në bashkëpunim të plotë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe IKSHPK-n i kanë marrë të gjitha masat që mësimi të zhvillohet normalisht, duke theksuar se arsimimi i fëmijëve është investim i përbashkët për të ardhmen e Kosovës. Prandaj sipas tij numrat në rritje të infektuarve do ta diktojnë edhe procesin e mësimit. Logopedia është shkenca e cila merret me parandalimin, zbulimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës, së të folurit, zërit, leximit dhe shkrimit. Nga viti 2004, Komisioni Evropian për të promovuar dhe njohur profesionin e logopedit shënon 6 marsin ditën evropiane të logopedisë. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura. Në ditën e dytë të manifestimit gjithë popullor të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Homazhe kanë bërë edhe përfaqësues të OVL të UÇK-s në Gjakov. Ata vlerësojnë se lirinë që sot e gëzon Kosova është meritë e sakrificës së familjes së të rëndëve. Homazhet i filluan te memoriali Shokët e Lirisë në parkun e qytetit. Udhëheqja e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Dega në Gjakov dhe anëtarët të saj bashkë me kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjini sot kanë bërë homazhe për nder të përvjetorit të epopesë së familjes Jashari dhe ditëve të lavdishme të marsit. Janë 3 ditë që ne i shënojmë si ditë lavdisë popullit shqiptar të Kosovës. Ditë të sakrificës familjes Jashari, ditë e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne dje kemi nisë shkollën në Demjan, një shkollë të madhe, për mi shënu këto ditë lavdisë gjithë popullit tonë. Edhe sot kemi vendosur kurora lulesh te monumenti Shokët e Lirisë për me shënu prap këtë 3 ditë i cili e ka shënu fillimin e çlirimit të popullit shqiptar nga një zgjedhje shumë e gjatë. Edhe kryetari i degës organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Gjakov, Sadri Hoxha ka thënë që gjaku i të rëndëve e atyre që nuk ju trem syri nga rimiku është liria që ne sot e gëzojmë. Ne përjetojmë një ngjarje edhe të vështirë por edhe historike, kemi dhënë njerëz, por ne sot me fal aty një njerëz që kanë ra 5, 6, 7 mars të Jasharit, ne sot e gëzojmë lirinë. 5, 6 dhe 7 marsi janë ditët që shënojnë kujtimin për familjen legjendare sepse po në këto ditë ata ranë heroikisht nga dora serbe. Në ditën e dytë të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, presidentja në detyrë Vjosa Osmani në shoqërim edhe të liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti bën homazhe te kompleksi memorial Adem Jashari. Nga aty u tha se sakrifica dhe trimëria e familjes Jashari do të shërbejnë si frymëzim për brezat e tërë. Ndër tjera u tha se për sulmin ndaj familjes legjendare të Jasharajve nuk ka pasur asnjë gjykim për krimin që kreu Serbia. Presidentja në detyrë Osmani pas homazheve u shpreh se Prekazi bëri bashkë një kom të tërë rreth kauzës për çlirim dhe se ai vend është ikona e lirisë dhe simboli i sakrificës më sublime të komandantit legjendar Adem Jashari. Ajo theksoi se kemi bërë që kujtesën historike dhe sulmin në familjen Jashari ta bartim brez pas brezi, në mënyrë që të kujtohet sa i lartë ishte çmimi që pagoi populli shqiptar për lirinë e vendit. Jemi këtu në Prekaz, në vendin që e bëri bashk një komp të tërë rreth kauzës për çlirim, në vendin që është shndruar në ikonë të lirisë dhe në simbol të sakrificës më sublime të komandantit legjendar Adem Jashari, të Bacës Shaban, Hamzës, grave, fëmijëve dhe gjithë familjes Jashari së bashku me bashkëfshatar dhe bashkëluftëtar të tjerë të komandantit legjendar.
Kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti kujtoi të rënët e familjes Jashari me 5, 6 dhe 7 mars. 23 vjet më parë tha se ata deshën vendin më shumë se vetveten. Por Kurti tha se për sulmin shtetëror të Serbisë ndaj familjes Jashari askush nuk është gjykuar, por që thekson se do të angazhohen në institucionet e vendit që kjo të ndryshojë, duke theksuar se dashuria ndaj Jasharajve, kujdesi ndaj familjes së tyre janë mënyra më e sigurt që të duhet vendi. Për këtë sulm shtetëror të Serbisë ndaj familjes legjendare Jasharaj, askush nuk është gjykuar dhe nuk ka pasur asnjë gjykim për këtë krim shtetëror të Serbisë që dikush të dënohet. Drejtësia është vënuar sepse ajo as nuk ka filluar. Prandaj ne duhet të angazhohemi si institucione, si shtet që kjo të ndryshojë. Në 23 vjetorin e rënies së familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe manifestimit epopeja ushtrisë çlirimtare në Kosovë, sot në Prekaz është hapur ekspozita fotografit Sefer Aliçikaj. Janë 15 fotografi që janë realizuar në stinë të ndryshme të kompleksit memorial Adem Jashari dhe të kullave të familjes Jashari në Prekaz të Skënderajt. Autori i kësaj ekspozite, Sefer Aliçikaj, tha se kjo është ekspozita e tij e dytë që realizon në Prekaz. Me rastin e 23 vjetorit të rënies së familjes Jasharaj, unë kam hapur ekspozitën time të radhës. Ekspozita është me 15 fotografi, të cilat i kam bërë gjatë viteve të fundit. Ka fotografi të veçanta. Homazhe kanë bërë edhe përfaqësues të gjitha subjekteve politike e qytetarë të shumtë. Luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk mund ta përdosë askush. Kështu thonë ish ushtarët e UÇK-s, duke shtuar se drejtësia ndërkombëtare do ta vërtetojë se ishte misioni i drejtë dhe i pastër. Ishe prori Muzxhakova tha se është i shqetësuar me procesin e hetimit ndaj ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga gjykata speciale, por theksoi se beson që në fund do të vërtetohet se ishte një luftë çlirimtare. Personalisht besoj që lufta UÇK-s do të dëshmohet edhe nëpër gjykata ndërkombëtare dhe do të jemi ata që t'i tregojmë botës se kjo ka qenë një luftë e drejtë, luftë e pastërt. Po ashtu ish luftëtari nga zona e Dranicës Naser Karpuzi tha që sado që mundohen ta përdosin luftën e UÇK-s, është e kohët pasi misioni i vetëm i tyre ka qenë arritja e çlirimit nga okupatori serb. UÇK e ka pas një mision, çlirimin e Kosovës nga okupatori serb, sjelljen e lirisë. Ai qëllim, ai synim është arrit. Fal sakrificës së popullit, fal luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, fal gjakut të dëshmorëve që përkulemi të gjithë para gjakut të tyre. Plot emocion e krenari rrugtimin drejt UÇK-s Muzxhakova e pror në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe ish luftëtar nga zona e Dranicës Naser Karpuzi e rrëfin rrugtimin e tyre për t'u bashkuar krahut të luftës, si dhe për përjetimet e tyre personale gjatë asaj kohe. Gjakova tregoi se kur filluan hapat e parë për organizimin e luftës çlirimtare, ishte e prorë në detyrë e me shumë frikë kishte nisur këtë rrugtim, por jo nga frika e armëve, aq sa nga frika e ndarjes nga familja. Ndarja nga familja ishte shumë e vështirë për mua, edhe pse atëherë kisha 2 fëmijë. Mirë po nuk guxova të mendoj ma tutje që po shkoj në Kosovë e të mos kthehem, secili prej nesh e kishte atë rrugtimin që të veprojmë dhe të arrijmë të kthehemi. Ish luftëtari nga zona e Dranicës Naser Karpuzi, duke rrëfyer se si është bashkangjitur UÇK-s, thotë se Serbia ka qenë okupatori më i keq në historia. Për fat të keq kena pas të bëjna me një okupator më të dytë që një historia ndonjëherë apo ne që kena arrit të lexojmë në ndonjë faqe të historisë. Si pasojë e tëra këtyne, atëherë arriti edhe kulmi i popullit shqiptar, liri, avdekje. Mëtej ai ndohu një bashkëbisedim që kishte pasur me nënën e tij para se të nisej në luftë, i cili tha se sa herë kujton atë moment mallëngjehet. Para se të shkojmë në luftë, ishin momentet e rëndësishme,
kur unë me familjen time vendosa me shku në luftë dhe unë familjes time, saktësisht nënës time se babai veç më ka vdekur qysh në vitin 90, ju drejtova nëntash unë kum vendos me shku në luftë dhe unë kum prit ndonjë reagim tjetër nga nona ime, mirë po aja mu drejtu, mirë birem, Zotit ndihmoft ty dhe të gjithë atyne djemve dhe vajzave tjera se edhe ata janë bitë dhe bijat e dikuj. Të jemi sinqert, çdo herë para se me shku në ndonjë aksion apo betejë, jemi njerëz dhe kanë ekzistuar emocionet. Është shumë e vërtetë dhe emocionet kanë zgjatur deri në momentin kur kemi filluar luftimet. Në atë moment kur kemi gjuajtur me armë, atëherë tek ne nuk ka pasur frikë, por ndjenja se si do të gjendemi krahas luftimeve, përfundoi ai. Në raportin e bërë publik për 24 orët e fundit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se 6 persona kanë vdekur nga COVID-19, kurse janë regjistruar edhe 592 raste të reja të infektuarve me këtë virus. Në Gjakov kanë dalur edhe 35 raste të reja. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj ka thënë se në bashkëpunim të plot me Ministrinë e Shëndetësisë dhe IKSHPK-n i kanë marrë të gjitha masat që mësimi të zhvillohet normalisht, duke theksuar se arsimimi i fëmijëve është investim i përbashkët për të ardhmen e Kosovës. Prandaj sipas tij numrat në rritje të infektuarve do ta diktojnë edhe procesin e mësimit. Numri të infektuarve me COVID-19 po rritet dita ditës në mbar vendin. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj ka paralajmëruar shtrëngim të masave në rast se vazhdon trendi i tillë i rritjes së rasteve pozitive. Një gjë e tillë padyshim se do të ndikojë edhe në procesin mësimor në mbar Kosovën. Ministri në detyrë i arsimit Ram Likaj në një prononcim ekskluziv për TV Syri tregon planin e ministrisë për ditët në vijim. Ne jemi duke tentuar të zbatojmë masat dhe përthirrim vazhdimisht edhe drejtoritë komunale të arsimit, task forcat nivel drejtorive komunale, menaxhmentin e shkolla, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërve u bojmë thirrje me respektuar në mënyrë strikte masat, por gjithashtu jemi shumë të përkushtuar me ndihmu edhe komunat me materiale mbrojtëse dhe dezinfektuese. Ne kemi një plan me 3 skenar dhe të 3 skenarët janë në zbatim. Siç e thatë edhe ju, numri i rasteve është në rritje, kështu që i bojmë apel gjithë që të respektojnë në mënyrë të strikte gjitha masat e rekomanduar nga IKSHP-ja. Në rast se shkollat kalojnë edhe pse numri është duke rritur prej 1 skenari në 1 skenar, siç e dini me datën 1 shkurt e kemi lancuar edhe platformën e mësimit online, Learning Passport, mendimin e Microsoftit të cilën na ka përkrahur Universiteti i Cambridge-it dhe kemi edhe opsionin B, ndërsa gjitha njësitë mësimore tashme janë të regjistruar dhe janë të barta në YouTube ose në platformën Learning Passport. Por shpresoj që të mos vijë deri këtë ditë, duhet me punu gjithë me zell, me kujdes të madh në mënyrë që të mbajmë shkollat hapur dhe natyrisht kontributi është i gjithëve. Vlen të theksohet se në shkollat e mesme të komunës së Gjakovës po vazhdon testimi për COVID-19 tek të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit. Logopedia është shkenca e cila merret me parandalimin, zbulimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës së të folurit, zërit, leximit dhe shkrimit. Nga viti 2004, Komisioni Evropian për të promovuar dhe njohur profesionin e logopedit shënon 6 marsin ditën evropiane të logopedisë. 6 dhjetori shënon ditën botërore të logopedisë, ndonse një fushë mjekësisë mbi të cilën akoma ka shumë për të zbuluar se çfarë trajton saktësisht dhe kur duhet të drejtohemi tek logopedi, na njofton logopedia Elza Këpuska. Logopedia është shkencë e cila merret me parandalimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të folur apo vështirësive në komunikim. Prindërit duhet të jenë të informuar se nëse një fëmijë ka probleme në komunikim, ka vështirësi në të kuptuar, ka zë të ngjirur, ka mungesë socializimi, këto janë disa nga simptomat që një prind duhet të drejtohet tek logopedi. Ky profesion nuk është edhe i lehtë për të ushtruar, shtoi ajo.
Ka vështirësi, sidomos në fillimet e para ka qenë shumë më vështirë, mi po tash me daljen edhe të logopedëve të rinj, kemi vend hapësin për gjithë fëmijët me i marrë në trajtime logopedike. Gjithashtu edhe vështirë është, sidomos në disa çrregullime të ndryshme, siç është autizmi për shembull, ka vështirësi me fëmijë me autizëm. Vështirësi ka edhe me fëmijë me sindrom Down, tash varet krejt nga çrregullimet e fëmijës, çfarë çrregullimi ka fëmia. Ka prindër që ndonë se shohin që fëmia ka nevojë për logoped, hezitojnë ta dërgojnë atë tek profesionisti, ka thënë Mestiera Shkëpuska. Siç ka qenë tek psikologu për më dërgu fëmia, ka qenë vështirësi për prindin, tash është edhe vështirësi edhe për tek logopedi. Mirë, po sa më herë që një prind sjell fëmijën tek logopedi, aq më herë do të tregohet suksesi i atij fëmisë. Prania logopedëve kërkohet shpesh edhe në shkolla, mirë po deri më sot akoma nuk është ndërmarrë diçka në këtë aspekt. U mbaj takimi për mbyllës për të rinj se si duhet të jenë miqësor me mjedisin. Të rinj nga Gjakova, Tropoja dhe Shtipi mësuan më shumë në lidhje me zonat e mbrojtura në Ballkan. Këtë mural e pikturuan nxënësit e shkollës së mesme teknike Nexhmedin Nixha në kuadër të trajnimit Ekonomia qarkore të implementuar nga organizata Lezduit Peja. E sot në takimin për mbyllës u ndan mirënjohje për të gjithë pjesëmarrësit. Ishin të rinjët nga Gjakova, Tropoja dhe Shtipi, të cilët mësuan më shumë në lidhje me zonat e mbrojtura në Ballkan. Projekti është i financuar prej RAICO, Regional Cooperation Office, dhe ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkufitar në meset të rinjve nga Gjakova, Tropoja dhe Shtipi i Maqedonisë. Fokusi është në bashkëpunimin e të rinjve të shteteve të ndryshme dhe promovimin dhe edukimin të rinjve për mbrojtjen e mjedisit, për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-s, për zonat e mbrojtura dhe për ekonominë qarkore. Përveç që rritën aftësitë e tyre nëpërmjet inkurajimit për një ekonomi qarkulluese, të rinjët shfrytzuan mundësitë në lidhje me ripërdorimin, reduktimin dhe riciklimin. 15 nxënës të shkollës tonë të janë pjesëmarrës të projektit Eco Friendship, projekti i cili është mjaft i mirë së ardhur sepse temat 3 trajnimet që janë bërë gjatë 3 vikendeve kanë qenë kryesisht për mbrojtjen e ambientit. Ne kemi përzgjedhur 15 nxënës, të cilët kanë marrë pjesë në këto trajnime, kanë mësuar gjëra shumë të mira, të cilat mund edhe t'i praktikojmë edhe në shkollën tonë, po edhe në komunitet. Nxënësit patën një mesazh dedikuar mjedisit. Mi mbrojt ajrin, tokën edhe ujin, për arsye se ato janë burimi i jetës sonë, janë shëndeti jonë. Në vazhdimsi, trajnimet të tilla të organizatës Lezduit Peja kanë në fokus të mësojnë të rinjët se si të jetojnë në harmoni me natyrën dhe të zvogëlojnë ndikimin negativ të njeriut në mjedis. Në kuadër të javës së 16 të garave të Superligës së Kosovës në handball, sot në Gjakovë luaj takimi mes Shqiponjës dhe Samadregjës. Në kuadër të javës së 16 të Superligës së handbollit për femra, Shqiponia priti në Gjakovë Samadregjën nga Suareka. Pjesa e parë e kësaj ndeshje pati shumë rivalitet duke u fituar nga skuadra vendase. Kryetari i klubit Shqiponia Skënder Alia u shpreh se pretendimet e klubit për këtë sezon janë që të ngjiten sa më lart në tabelë. Synimet tona janë që të kvalifikohem për gjysmëfinalet të kupës të Kosovës, se për kampionat jemi nisë shumë vonë. Na kanë përcjellë dhe disa problemet tek vajzat, i kemi 3 vajzat e lëndume, 2 kanë kaput miniskusin, një tjetër ka lëndim të natyrës tjetër. Edhe klubi mysafir ka pritshmëri të njëjta sikur Nikoqerët. Mendojmë për mesin e tabelës, plasmon të përgjithshëm. Për gjithë sezonin, më mërmenja që mesin e tabelës për play-out me shku. Shpresa Fazlia, handbollistja e Shqiponjës, u shpreh e kënaqur me lojën dhe rezultatin. Jemi në mesin e tabelës dhe deri tash mirë është që ato shka i kina prit deri që tash jemi tu ja arrit. Pasi që jemi edhe në vendin e 6 për momentin, shpresojmë që të kemi në 5-in, ka mundësi. Të pranishëm në sallë ishin pak shikues, kjo për shkak të kufizimeve të pandemisë. E gjithë ndeshja u mbyll me rezultat 42-37 për vendaset.
Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vije. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Në ditën e dytë të manifestimit gjithë popullor të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarë të shumë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Homazhe kanë bërë edhe përfaqësues të OVL të UÇK-s në Gjakov. Ata vlerësojnë se lirinë që sot e gëzon Kosova është meritë e sakrificës së familjes së të rëndëve. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj ka thënë se në bashkëpunim të plotë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe IKSHPK-n i kanë marrë të gjitha masat që mësimi të zhvillohet normalisht, duke theksuar se arsimimi i fëmijëve është investim i përbashkët për të ardhmen e Kosovës. Prandaj sipas tij numrat në rritje të infektuarve do ta diktojnë edhe procesin e mësimit. Logopedia është shkenca e cila merret me parandalimin, zbulimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e shregullimeve të gjuhës, së të folurit, zërit, leximit dhe shkrimit. Nga viti 2004, Komisioni Evropian për të promovuar dhe njohur profesionin e logopedit shënon 6 marsin ditën evropiane të logopedisë. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve. Faleminderit për vëmendje. Mirupafshim.